Dhe në viral do ta nisim me atë për të cilin rrjeti vlon gjatë këtyre ditëve, ose të paktën për gjatë një viti që nga marrja e mandatit të dytë të presidentës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Besoj është më së qartë, ashtu sikurse edhe fotoja na e tregon, bëhet fjalë për Donald Trump, i cili ka deklaruar se është arritur një kornizë marrëveshjeje lidhur me çështjen e Grenlandës, duke u tërhequr njëkohësisht nga kërcënimi për vendosjen e tarifave të reja tregtare ndaj disa vendeve europiane. Njoftimi erdhi pas javësh tensionesh dhe deklarata të forta nga ana e tij, të cilat kishin shkaktuar shqetësim në Europë dhe luhatje në tregjet financiare. Gjatë një fjalimi në Forumin Ekonomik Botror, Trump kishte insistuar se SBA-ja kishte interes strategjik mbi Grenlandën, por më pas zbuti tonet dhe përjashtoi përdorimin e forcës. Dhe pak orë më vonë, përmes rrjeteve sociale, i foli për një koncept marrëveshjeje të ardhshme, ndërsa në një intervistë për televizionin CNBC për këtë media të njohur pranoi se negociatat janë ende në vazhdim. Vendimi për të hequr dorë nga tarifat ndaj 8 vendeve europiane, patjetër që është përshëndetur edhe nga liderët e Bashkimit Evropian, ministri i jashtëm i Danimarkës u shpreh se situata u përmirësua dhe se dialogu duhet vazhdoj duke respektuar sovranitetin danez. Edhe kryeministra italiane cilësoi këtë si një hap pozitiv, ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s paralajmëroi nga ana tjetër se ka ende shumë paqartësi. Trump nuk ka dhënë detaje konkrete mbi marrëveshjen, por përmendi diskutime për një sistem mbrojtjeje raketore amerikane në Arktik, ku Grenlanda ka rol kyç. Media britanike CNBC në këtë rast raportoi se SBA-ja mund të kërkoj kontroll mbi zonat të kufizuara ushtarake dhe akses në minerale të rralla, ndërkohë që në Danimark dhe kryesisht në Grenland reagimet ishin kritike, kanë qenë për gjatë të gjitha këtyre ditëve. Zyrtarë dhe banorë vendas theksuan se Grenlanda nuk mund të jetë objekt marrëveshjes pa përfshirjen e popullit të saj. Ajo i përket vendasve. Kështu janë shprehur ata, teksa kanë gjetur edhe format e tyre për të protestuar lidhur me këtë çështje, e cila zgjen kudo dhe ka marrë një vëmendje shumë të madhe. Kemi parë shpeshherë deklaratat e Trumpit mbi Grenlandën, së pari duke shprehur ambicet për ta blerë këtë vend, këtë pjesë të vogël të planetit Tokë, por që ka një rëndësi shumë të madhe strategjike dhe me sa duket tashmë shkojmë drejt një zbutje të toneve, e kërkojmë jo me forcë, por duke negociuar për të ndërtuar një marrëveshje të përbashkët, e cila mund të çojë në një zgjidhje përfundimtare të kësaj problematike, për të cilën ambicjet kanë nisur që nga viti 2019. Kjo nuk është një ambicie e re, e rikujtojmë edhe një herë, është diçka për të cilën Trump ka folur edhe më herët. Ka qenë madje në qendër të diskutimeve të tij shpesh herë. Kjo sa i përket Trumpit, edhe pse gjërat që ai bën ditë pas dite padyshim janë kaq të shpeshta dhe kaq të shumta sa që do të na duheshin më shumë se sa kohë zgjat e emisionit për të diskutuar të gjitha, megjithatë ne kemi përzgjedhur këtë ngjarje në të cilën padyshim është përqendruar e gjithë vëmendja, sepse do donim padyshim të kishim informacion lidhur me cili do të jetë vendimi final, cili do të jetë fundi i kësaj përralle ku me sa duket nuk po shohim të ketë një zgjidhje të qartë.